Prostitutat i thërisin klientëve nga dritarja, zbardhet skema si funksiononte lokali VIP-ave në Milano. Një hetim i autoriteteve italiane ka zbuluar një skandal në një prej lokalet më të njohura të frekuentuara dhe nga VIP-at në Milano, i cili ishte kthyer në fole prostitucioni. Hetimet kanë çuar në pranga Stefania Nobile, vajza e Juana Marci, e njohur si mbretëresha e telemarketingut, dhe Davide La Querenza, ish partneri i saj dhe pronari i gjintoneria që shfrytëzonin lokalin VIP për prostitucion, dhe paratë fituara nga aktiviteti kriminal dyshohet se janë pastruar në Shqipëri. Mediat italiane kanë zbërthyer se si funksiononte skema e prostitucionit mes alkoolit dhe drogës. Në reportazhin e Corriere përshkruhet rruga ku ishte ngritur foleja, e cila për vite më radh ishte kthyer në shtëpi publike e kamufluar edhe si qendra masazhi private. Dy ambientet e Davide La Querenza janë përballë njëra tjetrës në via Napo Torriani numri 15 dhe 18, njëri i kushtuar gjinit dhe tjetri tekilës me shampanjë shishe tepër të shtrenjta. Lagja ishte kthyer në mbretëri, ndërsa bia e Davidit dhe Marcit, Stefania Nobile, e konsideronte veten si sipërmarrëse shumë mendjepret. Sipas përgjimeve, dëshmive dhe gjendjeve nga Guardia di Finanza, në këtë mbretëri lagje vogël 200 metra larg stacionit qendror, nga njëra anë njerëzit pinin, ndërsa nga ana tjetër argëtoheshin. 10 vjet më parë, shkruan Corriere, 6 apartamente me prostituta thërisnin klientët nga dritaret u sekuestruan midis vitit 2013 dhe 2014, ndërsa 10 sallone mesazhi mbylleshin dhe hapeshin në varësi të vulave të policisë dhe karabinierëve. Komiteti i banorëve mblodhi nënshkrime dhe dërgoi raportet në komisariat pas situatës shqetësuese. Problemet e fundit ligjore datojnë në epokën e pandemisë. Në shtator 2020, dyqani pijeve u mbyll për 10 ditë nga komisariati pas disa ankesave të banorëve, të bërtiturave dhe zhurmave deri në orët e vona të natës. Aktivitetet paligjshme brenda ambienteve, si tregtia drogës dhe grumullimi i njerëzve, në kontrast të qartë me rregulloret anti-Covid, që atëherë duket se kishte rritur klientelën e synuar me më shumë turist. Lidhur me hetimet e fundit për lokalin VIP, ku shfrytëzoi prostitucioni, është zbuluar se çmimi i shampanjës paguhej për La Querenza, ndërsa shërbimi seksual drejt për vajzat. La Querenza dërgonte gjithashtu kokainë, të cilën e konsumonte klienti, eskortat dhe vet La Querenza kur qëndronte. Pra, sipas hetimeve të autoriteteve italiane, kokainën e shpërndante te klientët e La Querenza, ndërsa llogariti menaxhonte ish partneri e tij Stefania Nobile.